Në këtë javë të re, vendi ynë do të ndikohet nga kushtet e paqëndrueshme atmosferike, si rezultati të rrëqes graduale të qarkullimit anticiklonar afrikan me masa ajrore të ngrohta dhe të thata dhe depërtimit të masave ajrore të lagshta dhe të ftohta veriore. Në pjesën më të madhe të ditëve presioni do të jetë i ulët dhe luhatjet e temperaturave do të jenë të theksuara, sidomos rënjet në vlerat maksimale. Kjo ditë e hënë ka nisur me motë të kthjellët dhe vranësirat e larta dhe transparente janë kalimtare. Dita e martë do të nisë me motë të kthjellët, ndërsa pas orëve të mesditës do të ketë ndryshim total të situatës meteorologjike, ku do të ketë zhvillime graduale të vranësirave. Vranësirat do të jenë mesatare deri të dendura, shoqëruar me reshje shiu me intensitet të ulët deri mesatar në formë shtrëngatash, kështu thonë sinoptikanët. Reshjet e shiu do të jenë prezente edhe gjatë ditës së mërkurë, të enjte dhe të premte, në formën e rebesheve të shpejta dhe stuhive me shkarkesa elektrike dhe breshërt, të cilat në intervale të shkurtra kohore në veri perëndim të vendit dhe në zonat urbane, kryesisht gjatë ditës së mërkurë, do të shfaqen problematike. Megjithatë, nuk do të mungojnë intervalet e her pas hershme me diell. Ndërkohë, reshjet e dëborës do të rikthehen në Alpe dhe në relievet malore në verilindje, juglindje të vendit me intensitet të ulët e lokalisht mesatar në lartësitë mbi 700 metra.